Nëse shihni shumë gjatë në mënyrë supernatyrore, se çdo të thotë të drejtohesh nga fryma e shenjtë, shumë herë do të humbisni atë që Perëndia dëshiron të bëni, sepse në shumë mënyra se si flet Perëndia dhe merret me ne është shumë më normale nga sa mund ta mendojmë ne. Në rregull, mirë, po flasim për udhëheqjen hyjnore dhe në veçanti si të dëgjojmë nga Perëndia. Të falenderojmë për fjalën në këtë takim dhe lutem që nga goja ime të dalin gjërat e nevojshme që njerëzit i kuptojnë ato, t'i ruajnë dhe kur të shkojnë në shtëpi t'i zbatojnë. Në emër të Jezusit. Amen. Shpesh kam folur për mënyrën se si mund të zbulojmë vullnetin e Perëndisë për jetën tonë. Dhe kjo duket sikur është gjë e madhe për shumë njerëz, si mund ta di se çfarë është ajo që Perëndia do që unë të bëj. Dhe më kujtohet një grua që punonte për mua dhe ajo ishte tek të 50-tat, grua tërheqëse, por nuk ishte martuar kurrë dhe kur s'kishte dalë në për takime. Dhe ajo tha se Perëndia i tha: "Dua që ti të më shërbesh me kënaqësi. Më shërbe me kënaqësi." Dhe kështu, ndoshta ka nga ata njerëz që Perëndia dëshiron t'i pozicionoj në trupin e Krishtit, të cilët janë nga ata njerëz si ajo grua. Thjesht janë aty për të qenë ndërtues dhe inkurajues dhe për të dhënë shembullin e të qenit të kënaqur. E dini, Perëndia na përdor në shumë mënyra të ndryshme. Dhe unë shpresoj që ju të mos mendoni se nëse nuk jeni në një platformë diku, nuk po përdoreni prej tij. Sepse të jemi sinqert, shumica e punës që duhet të bëhet dhe po bëhet në botë sot, bëhet pak nga njerëz që janë në botë, në punën ku janë, në dyqanet ku punojnë, apo në treg. Shumica e njerëzve që ka nevojë për ndihmë nuk janë në kish. Vërtet, tani jam e sigurt se të gjithëve na duhet ndihmë, por shumica e njerëzve që janë shumë më të dëshpëruar për ndihmë janë në botë. Ata nuk e dinin që të vinin sot këtu. Kështu, ne vim së bashku në takime për të mësuar që të mund të dalim në botë e të jemi dëshmia që Krishti dëshiron të jemi për të ndryshuar botën. Të gjithë ne të krishterët jemi thirrur në shërbes. Gjithë se cili nga ju është thirrur në shërbes. Të gjithë kemi shërbesën e ndërmjetësimit. Është shërbesa jonë të lutemi për njerëzit dhe të gjithë ne kemi shërbesën e pajtimit, thot Bibla, që do të thot se të gjithë jemi ata në mes që sjellin pajtimin mes Perëndisë dhe të humburve. Kështu, ju të gjithë keni një shërbes, të gjeni mënyrën e veçantë se si Perëndia dëshiron të manifestoni atë shërbes. Mund të jetë një gjë, ka shumë gjasa të jenë disa gjëra, por do të ndalem e të them se e vetmja mënyrë si do ta zbuloni është të hidhni hapin. Mos kini frikë të provoni gjërat. S'do të kaloj shumë dhe do ta dini nëse është thjesht diçka që mund ta bëni apo është ajo gjë që Perëndia do të bëni. Pali kishte shërbyer prej disa kohësh para se Perëndia t'i thoshte mi ndani veç Barnabën dhe Saulin për veprën për të cilën i kam thirrur të bëjnë. Kështu, ata po shërbenin prej kohësh para se kjo të ndodhte, por pastaj Perëndia i ndau veç mas për një gjë të veçantë. Dhe unë mendoj se shumë herë duam aq shumë të ndahemi veç mas për atë gjë të veçantë, sa që nuk bëjmë asnjë trajnim që na nevojitet për atë gjë, duke bërë gjithë këto gjëra të tjera që Perëndia mund të dojë të bëjmë. Mund të shërbeni në shërbesën e ndihmës, mund t'ju, nuk e di, kërkohet ndihmë të pastroni kishën, mund të mos jetë diçka që është shumë tërheqëse, apo diçka që ju e ndjeni se ka shumë vlerë, por shumë herë në jetën tonë, Perëndia na kalon në përprova, mund të them, për të kontrolluar qëndrimin tonë.
Për të parë, a jeni të gatshëm të bëni çdo gjë që unë ju kërkoj të bëni, apo duhet të jetë diçka e madhe patjetër që ju të jeni të gatshëm ta bëni? Kështu mos po e përsëris, mos u friksoni të hidhni hapin dhe ta zbuloni, dhe fakti që hidhni hapin të bëni diçka që s'është e duhura për ju, nuk do të thotë se ju bët gabim që guxuat dhe hodhët atë hap. Do të thotë se jeni në procesin e përpjekjes për të zbuluar atë që Perëndia dëshiron të bëni. Unë kam përmendur se një burr i madh i Perëndis tasa ati kur në gjithë ecjen e tij me Perëndin, në të gjitha pikat e rëndësishme në jetën e tij, Perëndia si ka thënë saktësisht se çfarë donte të bënte. Ai tha, Perëndia gjithmonë punoi me mua, por më bëri që të dilja në botë e të provoja gjëra dhe të lutesha për gjërat dhe t'i bëja ato. Kështu, nëse shihni shumë gjatë në mënyrë supernatyrore se çdo të thotë të drejtohesh nga fryma e shenjtë, shumë herë do të humbisni atë që Perëndia dëshiron të bëni, sepse në shumë mënyra se si flet Perëndia dhe merret me ne është shumë normale nga sa mund të mendojmë ne. Dhe do të nisemi nga kjo pikë dhe do të flasim për disa gjëra të tjera se si të dëgjojmë nga Perëndia. Së pari dua t'ju them se nëse nuk dëgjoni gjërat e vogla që Perëndia ju thotë të bëni, ka mundësi të mos dëgjoni kur ndonjë gjë të madhe. Amen. Ndoshta i keni dëgjuar disa nga këto histori. Kështu që unë nuk do të lodhem shumë gjatë, por kur Perëndia më thiri mua në shërbes në vitet 70, unë kisha 3 fëmijë dhe nuk isha në një pikë ku mund të shkoja në kolegj biblik. Por edhe pse ju nuk mund të shkoni diku në një shkollë për të trajnuar për shërbes, gjithmonë mund të shkoni në shkollën e frymës së shenjtë. Gjithmonë mund t'i kërkoni Perëndis t'ju trajnoj pikërisht aty ku jeni, në çdo gjë që po bëni. Mirë, unë isha një shtëpiake, por gjithashtu edhe punoja me kohë të plot, pas një periudhe kohe, duke qenë se nuk gjeja kohë për të studiuar, ndjeva se Perëndia donte që ta lija punën dhe të kaloja sa më shumë kohë në studimin e Biblës. Kisha një ëndër në zemër, por nuk kishte ndonjë shenjë se do të ndodhte ndonjëherë. Shumë herë ju mund të doni të bëni diçka, por nëse s'kaloni kohë për të përgatitur, atëherë kur nuk do ta çlironi atë që Perëndia dëshiron të bëni. Kështu, nëse do ta lija punën, do të na duhej të hidhnim një hap besimi, sepse faturat mujore do të ishin $40 më shumë se sa të ardhurat. Dhe kështu, në atë kohë unë mësova si ti besoj Perëndis për parat, dhe shumica e gjërave që ai bëri për ne ishin në thelb gjëra të vogla, por ato më ndihmuan të ndërtoja besimin tek Perëndia. Unë kisha ca mikesha dhe bënim gjëra të tilla, si shkonim në tregun fshatar një herë në javë dhe kisha një dyqan ushqimesh në fund të rrugës ku ishte shtëpia dhe kështu shkoja në atë dyqan 2 apo 3 herë në javë. Dhe mund të duket shumë unike, por Perëndia më mësoi disa nga mësimet më të thella që kam mësuar dhe që më kanë ndihmuar në gjithë këto vite shërbes, pikërisht në atë dyqan. Dhe vërtet, po ju a them këtë sepse dua t'ju nxis që të vini re mënyrat se si Perëndia përpiqet t'ju mësoj nga gjërat më të zakonshme, më të thjeshta të jetës së përditshme. Mund të merrni disa nga mësimet më të mahnitshme, thjesht duke bërë gjërat normale të ditës. Kështu, gjëja e parë me të cilën Perëndia filloi të merrej me mua ishte vënia e karrocës së ushqimeve në vendin që ishte i shënuar për ato karroca. Dhe dini, shumë njerëz nuk duan ta bëjnë këtë. Ata duan t'i lënë jashtë në mes të vendit të parkimit që të rrëshkasin pas makinës së dikujt tjetër, ose është për të qeshur se sa shumë përpiqen t'i çojnë rrotat në një drejtim të caktuar që të mos rrotullohen. Do të duhej shumë më pak kohë ta vinin në vendin e tyre. Por në vend që ta bëjnë këtë, kalojnë shumë kohë duke u përpjekur ta bëjnë që të mos rrëshkas, por përfundojnë duke dëmtuar makinën e dikujt tjetër. Dhe
është e trishtueshme, por mua mu deshën 2 vite të bindesha plotësisht. Ishte e qartë se unë isha shumë larg personit që mund të kishte një shërbes mbar botërore. Sa nga ju e kuptojnë se çfarë po them. Nëse nuk i bindeni Perëndis kur ai ju thotë të bëni diçka, për shembull, të ecni me integritet apo të bëni diçka me shkëlqyeshmëri, e dini, ja diçka që gjithmonë e bëjmë sepse ndjejmë që Perëndia na thotë ta bëjmë. Ne qëndrojmë në shumë hotele dhe sa herë largohemi nga dhoma, i fikim të gjitha dritat. Sepse kjo është diçka që ndjeva se Perëndia vuri në zemrën time. E dini, mund të kem qëndrimin se ta vras mendjen. Unë pagova për dhomën, ata të pagojnë faturat. Por dëgjoni, me mënyrën si trajtoni të tjerët, ju po mbillni një farë që do t'ju kthehet përsëri në një pikë të jetës suaj. Kështu, nuk shkova në shkollë biblike, por ato ishin mësimet që Perëndia po më mësonte mua. Po më mësonte të isha e shkëlqyer, po më mësonte të isha e ndershme, ja një gjë tjetër që më ka mësuar në dyqanin e ushqimeve. Ne kishim një buxhet të vogël, $70 çdo 2 javë për ushqimet, dhe kështu unë duhet të shkoja me kupona dhe makinën llogaritse që të mos shpenzoja më shumë para. Dhe kur shkojmë në dyqan ushqimesh, kemi tendencën, sidomos kur jemi të uritur, të hedhim shumë gjëra në karrocë. Dhe kur arrim në raftin e fundit e kuptojmë se s'kemi para për të gjitha. Kështu duhet të përzgjedhim ato që mund të mbajmë dhe ato që s'mundemi. Dhe unë, ashtu si shumë njerëz në atë kohë, thjesht i nxirja ato që nuk do t'i mbaja dhe i lija vend e pa vend në dyqan. Prandaj edhe gjeni një lule lakër aty ku janë detergjentët në dyqanin e ushqimeve. Njerëz që janë siç isha unë e bëjnë këtë. Mirë, unë nuk doja të shkoja deri tek vendi i vezëve dhe qumshtit, i cili ishte diku në fund, dhe të kthesha prap tek vendi i perimeve. E dini, për të vënë lule lakrën. Pse? Sepse ne jemi tembel. Dhe thjesht s'duam ta bëjmë. Nuk e kisha problem që dikush tjetër duhet të pastronte rrëmujën time. Dhe kjo ishte diçka tjetër që Perëndia më mësoi. Sikur thoshte jo, çoje në vend, çoje atje ku e more. E dini, Perëndia mund t'ju bezdis. Ai di se si t'ju bezdis. Çoje në vend, çoje në vend, çoje në vend, çoje në vend, çoje në vend. Dhe ju përpiqeni të largoheni, por thjesht shko, çoje në vend. Dhe një gjë tjetër që mësova në dyqanin e ushqimeve ishte të lexoja shkronjat e vogla të kuponave. Dhe më kujtohet se shumë shpesh pulat ishin me ulje. 3 për $1 apo ndonjë ofertë tjetër. Para shumë kohësh mund të merrni 3 pula për $1. Por pastaj, e dini, kur bëheni të krishter serioz, filloni të vini re shkronjat e vogla. Që më pari keni shpërfillur, unë se kisha vënë re se aty thuhej limiti 3 për një klient. E po unë nuk doja 3 pula, doja të mbusha frigoriferin me pula. Kështu që merja fëmijët me vete në dyqan dhe secili prej tyre merrte 3 pula në një karrocë dhe Devi merrte 3, fëmijët kishin të gjithë nga 3, unë kisha 3, të gjithë kishim kuponat, por pastaj fryma e shenjtë filloi të më qortonte. Vërtet, a duhet të qortohem edhe për pulat? Nuk kam gjëra më serioze në jetën time se sa pulat, dhe ai mi çonte syt tek shkronjat e vogla. E po, e kuptova që kisha një problem kur isha në radhë një ditë dhe do paguaja për pulat dhe mendova që nuk I kisha dhënë vajzës para për taksat. Dhe zemra po më rrite fort nga frika se kashierja do ta kuptonte se unë po bëja diçka që nuk duhet ta bëja. Dhe kështu fillova të mësoj, nëse ndiheni sikur doni të fshihni diçka apo ndiheni sikur po bëni diçka të gabuar, atëherë do të thotë se po e bëni. Sinqerisht, unë isha e krishterë për një kohë të gjatë, por nuk I dija gjëra të tilla. Askush nuk mi kishte mësuar këto lloj gjërash. Kohët e fundit, faktikisht, një pastor I mirënjohur që ishte në një konferencë ku po predikoja disa gjëra për shkëlqyeshmërinë, më tha si kam dëgjuar kur më parë këto lloj gjërash. Tani, si mund të jemi të rritur të pjekur
dhe të mos dim çfarë është shkëlqyeshmëria, por shumë njerëz në botë se din dhe prandaj bota është në këtë rëmuj që është sot. Dhe pastaj një gjë tjetër që do t'ju them që Perëndia ma ka mësuar kur shkoja në dyqane. E dini që shumë njerëz i rrëzojnë rrobat nga varset dhe i lën ato për tokë dhe Perëndia më tha t'i ngrija dhe t'i vija përsëri në varse. Mendova pse duhet të pastroj rrëmujin e dikujt tjetër. Kjo nuk ka fare kuptim. Pastaj ndjeva Zotin që më tha, do të pëlqente që dikush të pastronte rrëmujën tënde një ditë? Dhe kështu tani Perëndia ka siguruar për shumë e shumë vite të gjithë ndihmën që më nevojitet. Me qëllim që të bëj këtë që po bëj. Më lejoni t'ju them diçka. Ndonjëherë kur ju ose ne, kur ne nuk i bindemi Perëndis në disa gjëra të vogla, nuk e kuptojmë në të vërtetë se po i krijojmë vetes një problem me të cilin do të përballemi më vonë. Kështu, kur Perëndia ju thotë të bëni diçka të vogël, mbani në mendje se çdo gjë që Perëndia ju thotë s'është as pak e vogël. Kështu, nëse Perëndia merr mundimin t'ju a thotë, do të thotë se është diçka e madhe dhe e rëndësishme në jetën tuaj. Dhe ju duhet që me bindje si e një fëmije, ta bëni, ashtu si fëmia i vogël. Mund të duket marrëzi, por me bindje si e një fëmije, mendoj se asgjë nuk na lidh bashk me Perëndin në një miqësi të afërt, më shumë se sa të qenit një fëmijë i tij që është gati të bëj edhe gjërat të vogla që duken të marra, thjesht sepse beson se kjo është ajo që ati yt qellor do ta bësh. Kështu do ta them përsëri, nëse si bindemi Perëndis në gjëra të vogla, atëherë ndoshta do të humbasim gjëra shumë të mëdha që do të na pëlqente t'i bënim. Po në rast se dikush ju kthen më shumë kusur, a ja ktheni përsëri apo thjesht mendoni Perëndia po më bekon? Tani, të gjithë ata që e njohin fjalën e Perëndis, e din se kjo është marrëzi. E dini, kjo është provë për të parë nëse do të jeni të ndershëm. Amen? Bleva një palë këpus një ditë dhe po kërkoja një çantë që shkonte me to, dhe do ta blija çantën, por vendosa të mos e blija atë. Kur shkova në shtëpi, shitsi aksidentalisht më kishte dhënë dhe çantën. E po, e dini, në një farë mënyrë është acaruese kur dikush tjetër ka bërë një gabim dhe tani ju duhet të harxhoni kohë dhe para për naftën për ta korrigjuar. Por e dija se duhet ta bëja. Ky është dëgjimi nga Perëndia. Sa herë e dini se çfarë është e nevojshme të bëni? S'ka përse t'ju predikohet një seri me 3 pjesë. Ju e dini thellë brenda jush se ç'duhet të bëni. Mirë, një nga mënyrat kryesore si Perëndia na flet është kur thjesht e dim. Nuk ka nevojë ta shpjegojmë se si e dim, thjesht e dim. Thjesht e dim se duhet apo nuk duhet ta bëjmë diçka. Kjo është ajo që e bën marrëdhënien ton personale me Perëndin, të gëzueshme dhe të çmuar. Kur ne ecim me të në jetën e përditshme, në të hënën e zakonshme, të martën, të mërkurën, të enjten, të premten, të shtunën, të dielën, të hënën, të martën, të mërkurën, kur ecim me të në jetën e zakonshme të përditshme, dhe duam me gjithë zemër t'i bindemi atij dhe të jemi ata njerëz që ai do të jemi. Mos e mbani mendjen tek të qenit në një shërbes të madhe, nëse jeni thirrur të jeni me kohë të plot në një shërbes që udhëton apo të jeni në një platformë diku e të bëni diçka madhështore, është e mrekullueshme, por po ju them se nuk do të arrini kur ta bëni këtë nëse s'bëni gjërat e vogla që po ju them. Gjithmonë do të jetë pjesë e trajnimit. Sepse çfarë thot Bibla, janë dhelprat e vogla ato që prishin vreshtin. Do t'ju them një gjë tjetër që shkakton shumë probleme, nuk do të ndalem te kjo, por është një nga gjërat që na pengon të dëgjojmë siç duhet nga Perëndia, dhe kjo gjë është qëndrimi negativ dhe ankues. Po ju them diçka,
Mendoj se nëse një person mund të kaloj një ditë të tërë pa mërmëritur asnjë ankesë, do t'ishte një mrekulli e mahnitshme nga Perëndia. Amen. Besoj se diçka që Perëndia ju ka folur të gjithëve ju, përfshirë dhe mua, qindra herë në jetën tonë është, skep se ta thuash këtë. Askujt, unë jam e vetmja, thjesht, e dini thjesht, po bëhem gati të them diçka. Ndonjëherë, unë vëre se po bëhem gati të them diçka dhe arsyeja e vetme është se do të tërheq vëmendjen tek unë. E dini ndonjëherë duam të themi diçka të lezetshme apo të zgjuar, por është thjesht për të tërhequr vëmendjen tek vetja jonë. Kur ju mund të filloni të bëheni vërtet të sinqert me veten tuaj dhe vërtet të hetoni motivet tuaja se përse e bëni diçka, mund të filloni të piqeni më shumë. Dhe unë e di se ndodh shumë herë në jetën time që Perëndia thjesht më thot, s'ke pse e thua këtë. Do të doja që t'ju thosha se jam gjithmonë e bindur, dhe sa herë që ai më thot të mos e them, të mos e thosha. Por nuk jam aq e mirë ende, lavdi Perëndis nuk jam ku isha, por akoma nuk jam ku duhet të jem. Sidoqoftë jam e lumtur që ende po bëj përparime. Kjo ka për qëllim të na ndihmojë të jemi më të bindur. Bibla thot ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi. Dhe shumë nga ky pranim është një lloj ndryshëm pranimi, s'vjen nga njohuria e kokës, por është një njohuri e zemrës. Dëgjoni, një grua e madhe misionare, s'më kujtohet emri i saj, madje nuk e kam shkruar, nuk e di nëse e njihni, por ajo bëri gjëra të mëdha në fushën e misionit. Dhe kur e pyetën se si e dinte se çfarë të bënte, përgjigjja e saj, si e një fëmijë ishte, unë nuk e di, thjesht marr disa nocione të vajosura. Më duk gjë e bukur, ajo thjesht, Perëndia do të na flasë ndonjëherë thjesht duke na dhënë një ide. Por ne mund të dallojmë se ka diçka ndryshe në atë ide. Nuk është thjesht si ide e kokës suaj, por ka diçka në të që e bën ta ndjejmë si më të veçantë. Po flisja me dikë gjatë një pushimi se si vendos dhe se si e kuptoj se çfarë duhet të mësoj apo predikoj në një takim të caktuar që bëj, dhe e kam bërë këtë prej kohësh në shumë takime. Brenda një muaji, kohët e fundit, kam predikuar 13 mesazhe të ndryshme. Mirë, si e di që është mesazhi i duhur për atë audiencë? Ndonjëherë nxjerr mesazhe që i kam predikuar në vitet e shkuara dhe e bëj këtë thjesht për të parë nëse ka ndonjë temë që duket e përshtatshme. E dini, kur po esni me Perëndin dhe po bëni atë që ai do, e ndjeni që është i duhuri. Thjesht ndiheni shumë rehat. E dini, askujt si pëlqen të vesh gjëra që nuk janë të rehatshme. Ne na pëlqen të jemi rehat, edhe mua më pëlqen të jem rehat në marrëdhënien me Perëndin. Dhe kështu, ndonjëherë duhet të provoni disa gjëra para se të arrini tek ajo me të cilën ndiheni rehat. Kështu mund ta dini atë që Perëndia do të bëni, kur mund të thoni, ndihem mirë në lidhje me këtë. Kështu mund të kem predikuar një seri mesazhesh në një pikë dhe kam menduar se kanë qenë mesazhe shumë të mira, të mrekullueshme. Ndoshta 4-5 vite më vonë mund t'i marr përsëri e të mendoj, do të predikoj përsëri këtë. Ky do të jetë shumë mirë dhe mund të filloj të shoh përsëri shënime dhe sikur s'ndihem shumë e qetë brenda meje. Mua nuk më intereson, kështu që pse duhet t'i interesoj dikujt tjetër. Por pastaj më zë dora të njëjtat shënime 2 muaj më pas dhe ndjej se është i duhuri. Kështu, një pjesë e të dëgjuarit nga Perëndia, do të thosha pothuajse çdo gjë që dëgjojmë prej tij nuk vjen nga diku nga jashtë, ai vjen nga brendësia jonë. Unë besoj se dëgjimi nga Perëndia është shumë më pak i ndërlikuar nga sa mendojmë ne. Ndonjëherë nëse vërtet besoni se po dëgjoni prej tij, mënyra e vetme si mund ta dini është të hidhni hapin. Gjithmonë them hidhni hapin dhe zbuloheni. Më kujtohet një njeri i madh i Perëndis, e pyetën si mësoj të dëgjonte nga Perëndia dhe ai tha duke bërë shumë gabime. Është e vërtet, ndonjëherë nuk do të bëni asgjë nëse gjithmonë do të jeni të friksuar se mos bëni gabime.